Sokol Meqemeja rezulton aksioner në të paktën 10 kompani, ndërsa SPAK thot se ai, Sonila Goxhaj dhe njëra nga kompanitë e tij, Frigo Food, është përdorur si mask për shitjen e një apartamenti dhe një garazhi nga Albina Mançka dhe Arben Ametaj. Fshehja e pasurisë dhe deklarimit të rrem të shumës prej 140.000 euro në vitin 2018, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u pareqitur si pagese bërë shtetasve Albina Mançka dhe Rm Ametaj përkundrejt një shitjeje ndaj shtetases Sonila Goxhaj të një apartamenti me sipërfaqe 178.68 m2 dhe një garazhi me sipërfaqe 21 m2, ndodhur në vendin e quajtur Selit, në pallatin ndërtuar nga shoqëria Sheron. Kjo vlerë është paguar në mënyrë të tërthort nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, nëpërmjet shtetasve Sonila Goxhaj, Sokol Meqemeja dhe shoqërisë Frigo Food që administrohet nga Meqemeja, thuhet në dosjen e SPAK.